Flamurtari në basketbol për femra regjistron një fitore të rëndësishme duke mposhtur Partizanin në shifrat 95-75. Ekipi Vlonjat nuk një rezultat tjetër veç fitores duke vijuar të kryesojë në renditje. Një përballje mes dy vendeve të para në klasifikim, ndërsa takimi ka dhuruar emocion në pallatin e sportit në Vlorë, me ekipin Vlonjat që tregon sërish se kërkon edhe këtë sezon titullin kampion, por dhe trofet e tjera në basketbolin për femra. 10 minutat e para ishin mjaft të rivalizuara dhe me shumë emocione, një periudhë fituar nga ekipi mik në shifrat 18-19. Krejtëndryshe perioda e dytë me Flamurtarin që luan më mirë në parket dhe nisi krijon avantazh ndaj Partizanit, duke shënuar plot 28 pikë kundrejt vetëm 16 të ekipit mik dhe në fund të pjesës së parë kryeson në shifrat 46-35. Pas pushimit Partizani kërkon të ndryshojë në lojën e vet, ndërsa Flamurtari me avantazhin e krijuar luan mirë edhe duke krijuar një avantazh deri në 16 pikë diferencë, ndërsa është një periudhë e tretë ku të dyja skuadrat shënojnë më shumë se 20 pikë, duke mbyllur atë në shifrat 71-58 për Flamurtarin. 10 minutat e fundit ekipi Vlonjat administron me qetësi dhe madje thellon edhe më tej avantazhin, ndërsa Partizani duket se pranon epërsinë e ekipit vendas, teksa krejt takimi mbyllet në shifrat 95-75 për Flamurtarin. Ekipi Vlonjat vijon tashmë fitoret në kampionat duke kryesuar në renditje, me vetëm rezultate pozitive, ndërsa pas ndeshjes shefi i klubit shumë sport është Flamurtari Elona Hasanaj dhe basketbolliste e Flamurtarit Brikena Muçenji e cilësuan mjaft të rëndësishme këtë fitore, mbi të gjitha përballë rivalit kryesor, duke falendëruar njëkohësisht edhe publikun për mbështetjen. Një ndeshje e vlerësuar në çdo minutë. Një ndeshje e vlerësuar për gati 3 javësh. Një ndeshje e vlerësuar ndoshta në një afat më të gjatë kohor, se bëhet fjalë për Partizanin, bëhet fjalë për këto ekipe që ne i kemi rivale. Është fillimi, nuk mund të themi, po jemi deri tani të sigurt drejt titullit kampion. Kemi përpara ligën unike që fillon shumë shpejt. Thjesht mbyllim një ndeshje me sukses. Si ju dukën tifozët sot? Një falënderim i jashtëzakonshëm. Ajo thirrja ime që kam bërë këto prej këto 2 ditësh, ja vlejti, falenderoj nga zemra të gjithë sportdarësit Vlonjat. Tifozat Vlonjat her pas here tregojnë që basketbollin e femrave ka në zemër dhe vinë e mbështesin. Dhe unë her pas here i kërkoj sepse e di që ai është lojtari 6 në fushë. Ndërkohë trajnere e Partizanit Eliverta Bujari ka theksuar se ekipi i saj ka patur edhe kontestime, ndërsa të dyja ekipet do të rivalizojnë deri në fund për titullin kampion. Megjithëse jemi në dhjetor, po thuaj se në këtë kampionat me 6 ekipe, ku një javë jemi pushim, 2 javë vim nga pushimi i kampionatit të meshkujve, ishim edhe jashtë pak ritmit, po ishte lojë fizike me të drejtën, Flamurtari lozi fort fizikisht, atëm ca kontestimet vogla, po gabimet që ndrojnë të ekipi jonë lozi me oscilacion. Mendoj që do jemi rival deri në fund dhe një ndeshje nuk ngjan një tjetër sukses. Nuk besoj që ishte rezultati drejt, neve pak a shumë në fund edhe aktivizuan vajzat e reja, për ne e rëndësishme si shtam është që jemi akoma në njoftjen të njëri tjetrit, mendoj që do kemi ndryshime. Partizani është dhe do të jetë pretendent për titull, ndoshta edhe ne do kemi ca lëvizje tona. Tashmë veç kampionatit vëmendja edhe te Liga Unike, një tjetër kompeticion ku ekipi Vlonjat kërkon të ruajë titullin e fituar sezonin e kaluar.